Kur mbaron një lëvizje bullish? Kjo do jetë tema që do flasim në këtë video. Ka dy raste që unë mendoj që një lëvizje bullish mbaron në momentin që kemi një lëvizje të fortë bullish më pas një bisht dhe më pas një qiri berish, ose një lëvizje një lëvizje fort bullish, një lëvizje korrigjuese rritëse dhe më pas një qiri berish. Tani, për ta kuptuar më lehtë, supozojmë që kemi një zonë këtu supply dhe kemi një qiri të fortë bullish. Dhe më pas kemi një qiri tjetër bullish, por që është pak më i dobët. Po marr dhe një bisht këtu. Dhe më pas kemi një qiri tjetër, i cili është berish. Po e ngjyros që t'jemi dhe me këtë rast do kuptoni logjikën pas leximit të price action. Atëherë, fillimisht, çfarë kemi këtu? Këtu kemi një qiri të fortë bullish, i cili nëse do shkonte bullish dhe do vazhdonte lëvizja bullish, qiriu pasardhës do ishte bullish dhe do thyente zonën supply. Por çfarë ka ndodhur? Çfarë na indikon kjo gjë? Kur një qiri tjetër shkon, tenton ta thyej zonën, por mbyllet si qiri i vogël dhe le një bisht, kjo tregon një shenjë refuzimi dhe kjo tregon që nuk e respektoi qiriun paraardhës, që ishte shumë i fortë, sepse një lëvizje fort bullish pasohet nga shumë qirin të fort bullish. Ajo që ka ndodhur këtu është që këtu nuk u pasua, nuk u thye zona supply. Dhe janë futur shitësat më pas me një qiri berish. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon kështu, këtu kemi pasur, domethënë si të lexojmë qirin tani. Këtu kemi pasur një lëvizje të fortë bullish, blersat kanë qenë shumë të fortë në market. Në qoftë se do kemi vazhdim të lëvizjes bullish, po ashtu dhe qiriu tjetër do jetë i fortë bullish, çfarë ka ndodhur? Nuk është i fortë dhe bishti tregon që shitësat kanë qenë më të fortë se blersat në market, prandaj e kanë tërhequr këtë qiri. Dhe qiriu tjetër tregon që blersat nuk janë më të fortë se shitësat, blersat kanë dalë nga marketi pikërisht në këtë zonë supply dhe shitësat janë futur në market. Kjo tregon që një lëvizje bullish ka mbaruar dhe do pasohet nga një lëvizje më pas berish. Kjo është e para. E dyta, çfarë duhet të shpjegojmë është që jemi në një zonë supply, përsëri, kemi një qiri bullish, pra kemi, si themi, një qiri bullish, po mund të jenë edhe disa qiri bullish, por pikërisht në zonën supply, kjo lëvizje ngadalësohet, qirin të bëhen akoma më të vegjël dhe bëhet një lëvizje korrigjuese rritëse. Pra bëhen dallgë të vogla dhe më pas kësaj
kemi një qiri të fort, një qiri bearish, i fort ose jo i fort s'ka rëndësi. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon që prap nuk u respektua lëvizja bullish e qiriut që na është printuar këtu, pra nuk u vazhdua kjo lëvizje akoma më tepër në një zonë supply e cila na tregon që mund të futen shitsat. Dhe kemi pasur një dallgëzim të vogël ose një lëvizje rritëse të vogël, çka tregon që blersave i është ulur forca, pra blersat po dalin nga marketi dhe shitsat po fillojnë të shfaqen. Pra, kjo lëvizja pak rëndëse këtu tregon që shitsat po fillojnë të shfaqen. Përsëri shkojnë dobët blersat, shitsat fillojnë të shfaqen. Dobët blersat përsëri dhe më pas futen shitsat më bindshëm, dhe ajo çka ndodh është që kemi një lëvizje të fortë bearish. Pra, vetëm duke u bazuar në logjikën se si ta mendosh në momentin që ndodh në një zonë sidomos supply, e kupton se kur një lëvizje bullish po mbaron dhe do filloj një lëvizje bearish, po ashtu mund t'i marrësh dhe si konfirmime të një zonë konfirmime të refuzimit të një zone supply. Kështu që tani në videon e radhës do t'rregojmë të njëjtën gjë, por për pjesën se kur mbaron një lëvizje bearish.